dhe mirë se vini në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Sofia dhe sot po fillojmë një vlog të ri. Vlogun e fundit e kam lënë diku aty ku po sistemoja akoma shtëpinë dhe po prisja që të lidhe interneti, ndërkohë që sot çdo gjë është e sistemuar, është në vendin e vet, janë bërë të gjitha punët që kishin ngelur dhe jam disi më e qetë. Sot është ditë e hënë. Dije ishte e diel dhe dije nuk është se kam bërë diçka, shumicën e ditës kam qenë duke edituar, sepse sot del pjesa e parë e vlogut të shprënguljes, edhe mezi po pres reagimet, komentet, e kam lënë që të postohet pas ditës, në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi ta shohin edhe të jetë pak më e thjeshtë. Ndërkohë që sot, siç e thash, është e hënë edhe sot kam një ditë pak të ngarkuar. Jam çuar goxha herët, ora është 10, pra as 10 nuk ka shkuar. Bëra pak punë të shtëpisë, sistemova pak shtëpinë dhe u bëra dhe gati për vete, sepse tani në orën 11 kam lënë që të takoj Rean, pra do dalim për një kafe. Rean besoj se e njihni të gjithë, Rea ka shumë vite që bën YouTube dhe unë gjithashtu kam shumë vite që e ndjek, edhe në momentin që kam hapur YouTube-in më ka suportuar goxha, kemi folur shpeshherë në Instagram, po duke qenë se unë kam qenë në Korçë, ajo në Tiranë dhe nuk kemi takuar asnjëherë. Por tani që erdha këtu, ishim duke folur edhe kuptuam që ishim edhe në një lagje dhe kjo ishte goxha diçka e veçantë, diçka e bukur. Kështu që ky është plani, pra në orën 11 do takoj pak Rean. Ndërkohë që sot është duke ardhur edhe motra, sepse këto 6 ditë do të qëndroj në Tiranë, duke qenë se ka një trajnim dhe do të jetë këtu në Tiranë, kështu që nuk e di se çfarë do të bëj me motrën pas dite, por fillimisht kam edhe një takim pune, pra në orën 6 duhet të shkoj në një takim pune. Gjithsesi ju mos harroni të bëni një subscribe, sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin, edhe jam duke ju treguar çdo gjë pa filtra, po mundojmë të xhiroj sa më shumë. Vetëm dije nuk kam xhiruar, sepse çdo ditë tjetër kam qenë duke xhiruar. Deri tani gjërat po shkojnë mirë, jam më i qetë, le të themi që jam mësuar me idenë që jam këtu, edhe e kam marrë pak më me shumë qetësi, kam dalë pak, sepse ditët e para nuk kisha dalë fare, kam dalë pak, po filloj të orientohem pak edhe me rrugët, edhe me vendin, ku ndodhet kjo, ku ndodhet ajo, këto detajet e vogla, ku ta ble bukën, ku t'i ble perimet, ku të shkoj në supermarket, pra të gjitha këto po filloj pak nga pak të orientohem edhe jam okej, le të themi, po mësoj me këtë rutinë të re. Jam akoma duke folur për pjesën e bashkëpunimeve, pjesën e punës, këtë gjë akoma nuk e kam sistemuar edhe nuk e di shumë mirë se si do t'i organizoj oraret, sepse kam pak ngarkesë, të them të drejtën, kam mbledhur disa gjëra bashk, po gjithsesi, pa nga pak do t'ja dalim edhe për këtë, pra do arri që të bëj një organizim. Outfiti për sot është shumë i thjeshtë, kam veshur thjesht një bluzë të zezë dhe një fund, edhe sandalet e sheshta, duke qenë se dua të jem sa më komode. Do të marr edhe çantën e madhe, sepse normal do dal edhe do marr edhe kamerën me vete, edhe kjo është më e përshtatshme. Kjo është pak a shumë pra. Filluar që të më pëlqej edhe Tirana, që nuk e mendoja kur më përpara se do jetoja në Tiranë, thoja jo, Tirana nuk më pëlqen, po ka filluar që të më pëlqej pa nga pak, besoj. Deri tani kam qëndruar me Rean, edhe kaluam vërtet shumë bukur, na ka ikur koha pa e kuptuar, dhe më kishte sjell dhe një dhuratë të vogël. Shikoni pak sa të bukura që janë, është një orkide. Tani thjesht duhet të kujdesem për të.
Sa po mbarova dhe drekën edhe tani do ta shtroj tavolinën, nuk kam ngrënë asgjë sot, edhe aty te Monsheri morëm ujë sepse edhe reja po mban regjim, por gjithashtu dhe unë sepse që kur kam ardhur këtu ndihem shumë e fryrë, ndoshta ndryshimi i ambientit, ndoshta ndryshimi i klimës. Jam duke mbajtur tani e tutje pra sot është ditë e hënë, do filloj të mbaj përsëri shënim kaloritë edhe të gjitha. Shkuam këtu afër te Monsheri në lagje. Dhe si gjithmonë aty do rastis një nga këto kliente tipike që janë të pavendosura. Isha duke pritur radhën edhe filloi dua të marr këtë, pastaj tha jo nuk e marr, do marr këtë, pastaj tha ok lere fare se nuk marr asnjërin, dua kafe, pastaj ato vajzat e kishin prer faturën gabim. Edhe kam dendur gati 10 minuta në radhë. Nuk e di pse, po kudo që të shkosh ose në çfarëdo lloj vendi që të jesh, qoftë në supermarket, qoftë në dyqan, qoftë në lokal, kudo do jetë dikush në radhë që vonohet, është i pavendosur, apo do ndodhin nga këto gabime dhe do duhet të presësh akoma më shumë në radhë. Nuk e di pse shumë njerëz i komplikojnë shumë gjërat, edhe fundi është thjesht një kafe, thjesht po merr një ëmbëlsirë, thjesht po merr një kafe. Nuk ke pse ta mendosh ka gjatë. Këtu është shumë vap, unë jam me fikur fare, nuk e di pse, po kjo vapa më merr çdo energji që kam, edhe ma ul edhe motivimin, ma ul edhe dëshirën për të bërë gjëra. Thjesht ndihem shumë e përgjumur, shumë e lodhur, siç e shikoni jam vërtet shumë e lodhur. Dhe mbase deri tani është vetëm gjë që po më bezdis këtu në Tiranë, vapa. Pjesa tjetër është okay, po e menaxhoj mirë, edhe kohën po përpiqem ta menaxhoj, edhe pse më duket sikur koha ikën shumë shpejt, sikur dita ikën shumë shpejt, sikur nuk ke kohë të bësh diçka. Gjithsesi po mundohem që ti mbaj me agjend, ti mbaj me shënime, e kështu. Që të mos humbas shumë kohë dhe të mos
jem e mirë organizuar, le të themi. Kështu. Ora shkoj 3:30, ja pra nuk e kuptoj se si mi ikën dita. Në orën 6 kam i takim pune. Do shtroj drekën tani dhe e bëjmë gati përsëri për të dalë përsëri në vap. Po, ç'a bëjmë tani? E shikoni? Po flen kamera. Po flen këmbë. Jam shumë keq. Nejse. Hajde, motivim tani se kemi akoma punë, nuk mbaroj dita këtu. Përshëndetje nga dita tjetër, sot nuk kam xhiruar fare, sepse që në mëngjes çova herët edhe kam bërë vetëm punë shtëpie. Ishte pak rëmuar shtëpia, sepse dje nuk kisha bërë pothuajse asgjë. Kështu që sot e sistemova të gjitha, vura lavatriçen, kam pastruar këtu dhomën e ndenjes, pak kuzhinën, edhe dhomën e gjumit gjithashtu. Kështu që sot jam marrë me punë, goxha orë, gati 3-4 orë në mëngjes jam marrë vetëm me pastri. Më pas bëra pak make-up edhe krijova pak content për Instagram, për TikTok-un. Në qoftë se nuk më ndiqni në Instagram dhe TikTok, do t'ja u lë këtu anash dhe mund të më bëni follow. Aty postoj gjithashtu shpesh, por content ndryshe nga YouTube-i. Pasi xhirova të gjitha sekuencat, i kam edituar, i kam bërë gati për t'i postuar në Instagram dhe TikTok. Edhe kështu pra më iku dita me punë, pra me editime, me xhirime, me pastrime. Bëra pak shpejt një bukë me avokado, si tip tost avokado, po kisha vetëm një avokado të vogël edhe nuk më doli fiks, gjithsesi ishte e mirë. Edhe kaq tani po pushoja pak sepse isha vërtet shumë e lodhur, nuk kisha ulur fare gjithë ditën. Ora ka shkuar 7:30, nuk e dija do dalim, a do rim në shtëpi, po me shumë mundësi do rim në shtëpi, mendoj më mirë të vendos një film ose diçka tjetër këtu
në televizor edhe thjesht të rim të çlodhemi pak. Dhe nesër e kam ditën pak më të lirë, nuk kam bërë një plan konkret, por gjithsesi do xhiroj dhe nesër. Dhe ditën e njëjtë pastaj do jem në punë, në bashkëpunime, edhe do mundohem të bëj pak edhe agjendën, sepse këto bashkëpunimet duhet që t'i organizoj pak më mirë oraret edhe ditët, që të kem mundësi të më ngjelet kohë dhe për veten, të më ngjelet kohë dhe për editimet e YouTube-it, edhe për të dalë normal, sepse kemi nevojë dhe të dalim edhe të heqim pak mendjen nga puna. Kjo është pra shumicën e ditës kam qenë me pijama, u vesha vetëm sa për të bërë videos edhe u ktheva përsëri në pijama edhe jam shumë rehat. Kështu, çfarë t'ju them tjetër? Dua t'ju falenderoj për të gjitha komentet që keni bërë në videon e kaluar, edhe gjithashtu dua t'ju falenderoj edhe për suportin, kush më ka dërguar mesazh në Instagram, më ka komentuar, ka marrë shumë urime për këtë shpërngulje, ka marrë shumë fjalë të mira, ka marrë shumë suport. Të gjitha vajzat e YouTube-it, Instagramit më kanë shkruar edhe më kanë thënë dhe për të takuar dhe do mundohem që t'i takoj të gjitha pak nga pak. Po Rejan e kam më afër, kështu që me Rejan besoj se do qëndroj më shumë i gjatë. Kjo është pak a shumë situata, thjesht doja të hapja kamerën dhe t'ju tregoja pak për ditën sot, duke qenë se kam xhiruar disa sekuenca, ato që i pak më parë, por nuk ju kisha folur fare, kështu që thash hajde se po ju flas pak tani. Dhe nëse bëj diçka tani në vazhdim, normal do t'ju tregoj, nëse jo do të shihemi nesër, pra do vazhdoj të xhiroj nesër. Ndërkohë ju mos harroni të bëni një subscribe, sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin, edhe hajde të rritemi sa më shumë. Jemi 2200 e diçka subscriber, do doja të arrinim 2500 sa më parë, edhe të vazhdojmë të rritemi çdo ditë, kështu që bëni subscribe sepse do kemi video çdo javë. 1 ose 2 video, por është e sigurt që do kemi video çdo javë sepse e kam marrë me shumë entuziazëm këtë pjesën e YouTube-it edhe kam marrë me shumë dëshirë. Jam goxha e motivuar, kam xhiruar shumë më shumë se sa dikur, edhe jam tërkohën me kamera në dorë, kështu që të doja shumë suportin tuaj. Edhe ta di që ju pëlqejnë videot e mia, normal që ju mund të më komentoni, mund të më thoni nëse doni diçka më shumë ose doni t'ju tregoj diçka më tepër, po përpiqem të jem pa filtra, sa më reale dhe të xhiroj sa më shumë, t'ju tregoj sa më shumë nga dita ime, edhe nga ky proces që unë dal nga dal po mësojmë dhe po ambientohem. Edhe me rrugët nuk jam keq, kam filluar të orientohem pak. Kështu, po shkon mirë, ka filluar të më pëlqej, nuk e prisja që do më pëlqente kaq shpejt, po ka filluar të më pëlqej dhe ka filluar të mësohem me idenë që jam në një qytet të madh dhe mundësi të reja po dalin çdo ditë, edhe me punën ndihem shumë mirë, shumë herë më mirë se sa në Korçë, kam më shumë punë, normalisht, kam më shumë bashkëpunime, edhe mua kjo më intereson në fund të ditës. Kështu. Shihemi pak më vonë ose do të shihemi nesër nëse nuk xhiroj më pas kësaj.
unë sa po bëra një dush tani. Edhe tani thash të bëjmë pak skincare-in bashk pas dushit dhe të qojmë disa halle bashk që po I vere këto ditë dhe të më thoni në komente nëse është normale, nëse do kalojnë, nëse do ngelen kështu këto gjëra apo janë thjesht momentale. Tani po ju tregoj pak produktet që do të përdor. Fillimisht do përdor këtë kremin me karmidh, po vendos pak këtë në kokë. Atëherë, produkti i parë që do të përdor është ky produkti me karmidh për syt, për zonën porsyve, hidraton goxha dhe një qetëson. Dhe po thoja që doja t'ju pyesja për disa gjëra që më kanë shqetësuar këto ditë. Ajo që vere që kur kam ardhur këtu është që ndihem shumë e fryrë. Domethënë, jo një fryrje e zakonshme, jo një fryrje nga ato që mua më ndodhin zakonisht, po vërtet ndihem sikur jam fryrë shumë, madje më duket sikur kam shtuar peshë edhe pse unë nuk po hall gati fare, thjesht kam ngrënë një herë në ditë sepse punët, jo ande jo këtej, angazhimet. Edhe ky stresi I fillimit, nuk është se kam pasur shumë oreks, edhe nuk e kuptoj, po ndihem vërtet shumë e fryrë. Ndoshta është nga ndryshimi I ambientit, ndoshta është nga ndryshimi I shtëpisë, nuk e di, po nuk jam dhe fare mirë nga kjo pjesë. Dhe e dyta, tani do përdor serumin me vitamin C, retinol, kolagjen, është një mix. Dhe e dyta që vere këtu, që kur kam ardhur, është se flokët nuk më qëndrojnë fare mirë. Tani unë nuk mbahem për ndonjë flok super të bukur, ose ndonjë flok shumë të shëndetshëm, po zakonisht nuk kam pasur probleme. Ndërsa që kur kam ardhur këtu, e ndi flokun shumë të thatë. Në momentin që ja për shembull tani bëj dush, e thaj kokën, I stiloj flokët, nuk më mbajnë gjatë dhe përveç faktit që nuk më mbajnë gjatë, bëhen shumë të ashpra, sidomos majrat e flokut. Edhe pse po përdor balsam, kam marrë atë kremin e ri që ja u tregova në një video tjetër, ndoshta e ka fajin ajo, ndoshta nuk bën efekt të mirë ajo, ose nuk e di, ndoshta është nga uji, nuk di kujt ja ve fajin, po nuk e kam pasur kur flokun kaq të thatë. Dhe ana tjetër negative është që të nesërme në mëngjes, pra në qoftë se flej dhe zgjohem, flokët jo vetëm që nuk kanë një formë të mirë, pra nuk e mbajnë fare krejen, I ndyrosen shumë shpejt, ndërkohë që majrat vazhdojnë të jenë të thata. Pra është një kontrast shumë I madh rënja dhe majrat. Nuk e di se çfarë do t'ju bëj, edhe këto më kanë bezdisur pak. Pra kjo është vetëm gjë që më bezdis këtu nga Tirana dhe po më krijon një pak kënaqësi, nuk e kuptoj pse. Dhe ndoshta mund të më ndihmoni, ndoshta është thjesht java e parë dhe thjesht do trupi që të mësohet me ndryshimin, me ujin e ri, lëkura, flokët, ushqimet ndryshojnë normal. Ndoshta e kam nga këto, po shpresoj të mos zjas shumë sepse vërtet po më bezdis. Edhe ajo që kisha menduar është që t'i prisja flokët shkurt, edhe megjithatë thash se po I mbaj të gjata se do shkoja ndej dhe ndoshta do më rinë më mirë. Dhe po pendojmë shumë që I lash të gjata, ndoshta duhet I kisha prerë dhe ndoshta do isha më rehat. Kështu mendoj. Tani po përdor këtë kremin, më falni se s'ja u tregova këtu. Tani po përdor këtë kremin me karmidh gjithashtu. Edhe këtë e kam marrë së fundmi dhe ky është super I mirë dhe keni ide se shumë hidraton, ma qetëson fytyrën edhe jep një shkëlqim shumë natyral fytyrës. Të paktën me fytyrën nuk kam pasur probleme. Mos harrojmë qafën. Unë kam neglizhuar shumë kujdesin e qafës, por vitin e fundit e kam shumë kështu domosdoshme le të themi. Ja, pra, këto janë produktet që unë përdor pas dushit, ose zakonisht I përdor që në mëngjes, po sot nuk bëra fare skincare, thjesht u shova bëra direkt punë të shtëpisë, sistemova kështu, fillova drekën që të mos vonohesha, sepse ja, ka shkuar ora 3:30, unë nuk kam ngrënë asgjë akoma. Prandaj nuk e kuptoj nga më vjen fryrja dhe nuk e kuptoj pse. Gjithsesi, ky është pak a shumë skincare që unë bëj. Paktën tani drekën e kam gati, editimin e mbarova dhe kisha në plan të dilja pas dite, po
po koha ka planet tjera, është vrentur edhe ka rënë shi gjithë paraditen, është goxha vrentur, nuk di si të bëj, do shohem më vonë, ndoshta nga ora 7, shpresoj që të hapet, edhe të dalë pak të pi një kafe dhe t'ju tregoj dhe pak nga Tirana. Dhe mendoj se sot do ta mbyll vlogu, pra besoj se kam xhiruar mjaftueshëm 3 ditë, që të mos bëhen dhe shumë të gjata edhe të bezdisshme këto vlogjet. Mendoj që ta mbyll dhe kështu. Skincare-in ja u tregova, kjo është fytyra ime pa make-up, pa as edhe një lloj make-upi, filtri, nuk e di. Duhet ta pranojmë veten si që jemi, duhet ta duam veten si që jemi dhe shumë dashuri për të gjitha vajzat që kujdesen shumë për shtëpinë, për veten dhe punojnë fort për të qenë të pavarura. Ju puth shumë. Tani unë do thaj pak flokët, sepse nëse i le do bën më keq se sa ju thash, do konsumojmë drekën dhe nëse dal pas dite, normalisht që do t'ju tregoj prapë. Më në fund u vesha dhe u bëra një ri. Kam bërë pak make-up, i sistemova flokët. Make-upin pëlqeu shumë si doli sot, ka dalë fikse ashtu siç e dua unë, shumë natyral, shumë i thjeshtë. Dhe tani do vesh këto sandalet, besoj se outfiti duket që aty. Jam veshur shumë thjesht, pantalon të shkurtra dhe vesha këtë busti për të qenë sa më komode. Do vesh këto që janë shesh, sepse do dalim, do ecim pak. Besoj do shkojmë të pim një kafe me motrën. Motra sot kishte mbaruar pak më shpejt aty te kursi. Dhe duke qenë se sot u freskua pak, le të themi, ishte pak më vrentur si ditë të tjera. Tha maj se po dalim tani pas dite nga ora 7, pim dhe një kafe. Dhe do t'ju marrë dhe ju me vete, bëra dhe një video për në Instagram. Ta postoj nesër, besoj. Duhet të parfumin, është nga të preferuarat e mi për momentin, sidomos tani në verë më pëlqen shumë. Dhe po, besoj se jam gati, do marrë edhe këtë çantën. Edhe jemi gati. Ta ul pak këtë që t'ja tregoj pak më mirë outfitin. Besoj se këtu do duket pak më mirë. Ta marrë dhe kamerën, të gjërë dhe një skenë dhe do të shihemi pak më vonë.